Lidhja e sindikatave të Maqedonisë thot se deputetët kanë privilegje dhe marrin paga shumë më të larta, derisa punëtorët janë privuar nga mbrojtja adekuate dhe nga kompenzimet. Gjatë protestës, siç thon nga LSM-ja, do të sigurohet lëvizja e shërbimeve urgjente, kurse paralajmërojnë se nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të injorohen, do të iniciojnë grumbullimin e 10.000 nënshkrimeve për uljen e pagave të funksionarëve dhe rritjen e pagave për punëtorët. Aktivitetet në kuvent që janë caktuar për nesër nuk do të anulohen krahas protestës së paralajmëruar të LSM-s dhe kërcënimeve të tyre se do të i bllokojnë hyrjet e parlamentit. Këtë, pas koordinimit të sotëm, e ka konfirmuar kryeparlamentari Aprim Gashi. Gashi ka kërkuar nga koordinatorët e grupeve parlamentare që të thonë deputetëve që gjejnë mënyra për të mbërritur në punë, që të shmangen incidentet të shbërë dhe koordinimi me kryeshefat të MPB-s për vlerësimin e situatës së sigurisë. Ndërkohë, qeveria dhe sindikata arritën marrëveshje për rritje graduale të pagave për rreth 40% deri në vitin 2028. Rreth 11.000 të punësuar në administratë do të përfshihen me marrëveshjen e arritur me sindikatat, të cilët thanë se bëhet fjalë për marrëveshje historike. Marrëveshja do të zgjasë deri në vitin 2028 dhe për realizimin e saj do të duhen mbi 10 milion euro.